Pas thuajse 8 javësh licencohet kompania e 9 të sigurimeve. Me gjithë krizën e përhapur në rajon për tërheqjen e shumë kompanive nga tregjet për shkak të problemeve financiare, tregut shqiptar i shtohet dhe një kompani tjetër sigurimi. Kjo do të thotë më tepër konkurrencë në treg dhe më tepër para të injektuara. Kompania e sapo licencuar është me kapital financiar shqiptar dhe do të hedhë fillimisht një likuiditet financiar prej 370 milion lekësh. Sinjali pozitiv vjen edhe për faktin tjetër sepse futja e një operatori të ri do të thotë rritet konkurenca në treg dhe rritja e kësaj konkurrence do të thotë më shumë shërbime, më shumë produkte, më shumë cilësi për konsumatorin shqiptar. Dhe nga ana tjetër edhe në nivelin makro të ekonomisë shqiptare do të thotë hapje edhe e vendeve të punës. Drejtues të autoritetit të mbikëqyrjes financiare konstatojnë se ky është një sinjal pozitiv dhe në favor si për tregun ashtu dhe për konsumatorët, të cilëve u shtohen mundësi të zgjedhin. Gjatë kësaj periudhe bëhet e ditur se ka pasur interes të lartë dhe nga kompani të huaja për të futur në tregun e sigurimeve në vendin tonë.